Unë si Alban ma shumë kom një kohë, kom pas shumë, kohë ma i ri, kom pas që pak me ndryshume në gjyra, me pas me veshën diçka tjetër, më kom pak ma i veçanë, ma veçanë se tjetër, që që më parë të shambë. Edhe kom dashtë me po, tani në kalimin e kohës, hajtë ka pak diçka tjetër, e tani prej viti 2017, për 2017 kom bo si loj brendi, si loj bezdisi, si janë, edhe tani ka qarkullu, pak me vazhdësi, pak mirë, pak veçtësi, pak mirë, ka kërëdërisht ashtë për momentin ashtë mirë. Mirë ka për kërëdërisht ashtë mirë. Sot, nëse po flasim ndështa për ditët e sot, me trit eksperimentojnë me veshjen e tyne, me artin, ndështa me mënyrën që ata paraqiten në publik, qoftë ndështa edhe kur dalin me pi një kafe, thjesht ndështa janë shumë ama të lirë me eksperimentu, qoftë me ngjyra, qoftë ndështa me arën e veshjeve, qoftë ndështa me disa gjëra të cilat realisht në kushte normale nuk mundën logjikisht me u kombinu njëra me tjetrën, por mandej ata thjesht eksperimentojnë edhe dalin në formën që ata ndjen rehat. Po sot ndështa e kanë shumë atë lehtë se mendoj që njerëzit i kuptojnë ma letë se që kanë bënë ndështa viteve para prake. Në kohën kur ti ke nis me u marrë me modë. Sa ndështa është para gjykum. Të regojë pak ma herët që aso kohët ti ke dashtë me veshë diçka pak ma me ngjyra, me kon pak ma unik, me pas një stil shumë atë veçantë, me qenë po thëmë kështu në përgjithësi me qenë shumë ndryshë ndështa prej dikuj tjetër. Sa janë para gjykum ndështa njerës cilët aso kohë kanë mujtë me eksperimentu me stilin e tyne? Tash po kanë një fa lloj goximi, se për parë nuk kanë nga pas, se kanë pas me ngjyrë, ka thonë jo, se që ke dalë, ose si lloj shemë, për marë si lëndizmu, se më shaki mos si palacho, ose një fa në ngjyrë një interesante, sa shka i bo, tash të interesant, tash po lunë me ngjyra, pavarësisht, tash kohën e sezonës verës, tash ndryshimet bojnë, ose diçka ma të bardhë, diçka koq, diçka një fa në ngjyrë tjetër, diçka bojnë me interesant. Çka mundemi me thonë që ka ndiku ndështa në qëtë ndryshimin e mentalitetit të secilit prej neve, që nështë thjesht sot i perceptojmë shumë letë qëto ndryshime, qëto eksperimentet të njerëzve nështë në përgjithësi kur i shohim në rrugë, i shohim në rrjetet sociale, kudo, në televizion dhe gjithçka tjetër, çka mundemi me thonë që e ka pas këtë ndikimin më të madh për me rrjetet sociale, s'pari rrjetet sociale, tash ka diko që në rrjetet sociale ka gjithçka që i ki nevoj. Si tash më ka kohë edhe inteligencës artificiale, tash po mund me bëhet gjithçka që peshet arsyeshme vetë, që mund të ta përmendja me kërku, po mund është me bëhet, në përvërsisht. Jo 100% që ato që po kërkon, po diçka mund është me orientu çka i ka dhënë, po